Pyetja ime është kjo. Bëhet fjalë për të shuarjen e 2500 trupave amerikane që të pushtojnë atë ishull. Ndryshon gjë? Jo, nuk ndryshon asgjë. Edhe në qoftë se ata do zbarkojnë atje pa humbje. Pa humbje. Le të marrim opsionin e zbarkimit pa humbje. Ata nuk mund të qëndrojnë dot në ishull. Nuk qëndrojnë dot? Po shikoj distancën nga mainlandi, nga toka. Shikoj distancën. Shikoj malet. Sa tunele mund t'jenë aty të fshehura raketat, artilleria, dronët. A mund të qëndroj në ishull të vogël 2500 marines apo 5000 që si ka? A mund të qëndrojnë dot? Nuk mundet dot. Shumë analistë fusharak thonë që është e nevojshme për të përmbysur regjimi, pushteti, një ndërhyrje toksore. Sa ushtarë do të donte? Se është një vend çuditërisht i rrethuar gjithandaj nga malet, ë? Atëherë. Kufiri verior verilidor nuk është armiqësor, se është Afganistani dhe Pakistani. Nuk është armiqësor për Iranin. Dhe nuk do lejonin... Po normal, nuk është armiqësor. Në mos miqësor është neutral. Nuk do vinë, ushtria pushtuese nuk mund vinë nga andej. Është kështu, po. Afganistan, Pakistan. Deti Kaspik është miqësor. Sepse ka lidhje direkte me Rusin, shikon? Po. Azerbajxhani nuk është miqësor, por nuk mund t'jetë asar miqësor. Po sepse sigurisht lezetuar pak Azerbajxhan një shpërbërje Iranit që të marri... Po, nuk mund t'jetë miqësor, nuk është, por nuk mund t'jetë armiqësor. Turqia. Unë nuk besoj që Erdogani do bjerë në kurthin e planet geostrategjik izraelit. Sepse një luft midis Turqisë, pra edhe Turqisë, për të pushtuar Iranin, do të shkaktonte kaosin më të madh për sa i përket rendit, sigurisë, emigracionit dhe do të cimentonte kaosën kurde për një shtet të pavarur. Si mund të mbajt Turqia kurdet e vetë, 18 milion kurdet e vetë? Si mund të mbajt? Në një kohë që mund të krijohet një republikë tjetër në veritet. Po se në Irak është bërë. Po, rajon autonom. Si mund të mbahet? Dhe unë mendoj që Turqia nuk mundet dot. Atëherë, e vetmja rrugë e ushtrisë toksore është Iraku, shikon fushën? Po. Ajo pjesa fushore. Ajo pjesa fushare e cila 8 vjet luftë aty. Po pra, është bërë 8 vjet luftë, e cila bllokohet nga masivi malor. Direkt mbrapa. Edhe rruga e dytë është zbarkimi i korpusit të marinsave këtu. Te pjesa jugore. Ja, shiko plazhet. Po. Këtu poshtë. Po fillojnë malet. Por bllokohet përsëri nga masivi malor. Të pretendosh të bësh një operacion desant ajror për tek plateja, shikon fushën mbrapa maleve? Po distanca nga deti, nga forcat që zbarkojnë nga deti, deri tek fusha, e para ka malen mes, e dyta, me sa shikoj unë, du tjetë paktën 100 kilometër. Dhe s'ka lugina. Dhe nuk pa dyshim. Jo, sepse janë paralel me Bregdetin. Kështu që unë mendoj që opsioni i ushtrisë toksore bje poshtë. Ose do të donte miliona ushtarë. Atëherë, unë mendoj që do të donte një grupim, këto dy grupime do të ishin me të paktën 2 milion ushtarë. Dhe të llogarisje një humbje prej 20 deri në 30%. Do të thonë të lësh 600.000. 600.000 ushtarë. Mundet do të ta përballoj administrata, jo e Trumpit, çdo lloj administrate. Mundet do të. S'mundet do të. As administrata kineze nuk. As kinezja nuk mundet ta përballoj. Kështu që dy rrugë ka, për mendimin tim. Rruga e parë është kjo që ka nisur, i ka dhënë shenjat
presidenti Trump, e cila në fund fare do të ndryshoj kushtet e negocimit. Dhe kushtet e negocimit, me sa dhe kemi parë, janë shumë të rënda se sa ato që u arrit në bisedimet para datës 28. Ose vazhdimin e bombardimeve intensive